Si fëmi, jo me vëllezër nuk keni rritur në një familje që është praktiku besimi fetar. Nga prindërt. Është praktiku kështu si e praktikoj edhe unë sot. Domethënë, nuk kemi shkuar në për xhami apo kish, Por jeni njohur si pjesëtar besimit islam. Po. Ashtu ka qenë opinioni, ashtu kem daje, miqësie, i kem gjithë që i përshëndes gjithë dhe i du shumë. Thash se besimi drejta për besu është drejtë supreme e individit. Private, po. Drejtë private, por shpirtërore. Si e shihni këtë çështje sot në Kosovë, debatin që të? Është shumë i rrezikshëm, është një islam politik. Me keqardhje, duhet ta them, kisha pas dëshirë që t'ishte e kundërta, t'ishte besimi shumë privat. Për kënd dalin këta gjithë të xhami, për kënd dalin në rrugë, në Dardani këtu, në trotuare, atë protestë që dalin, kishit gjë se po lutemi. Për kënd e banaj? Për Zotin jo. Ai del me më tregu mua atë trotuare se ne po i lutem Zotit. Jo, më të lutem jo. Zotit i lutem. Po ndërtohet xhamia e madhe tash. Po ndërtohet, po ne dim që Jugoslavia ka pas marrëdhënie shumë të mira me shtetet arabe dhe gjithë edhe sot e kësaj dite populli arab vjen dhe studion në Beograd. Edhe sot i ka Pse ashtu këtë? Pse? Për cilën arsye ka? Serbia i ka trashëguar marrëdhëniet e mira miqësore prej Titos që i ka pas me shtetet arabe. Dhe Serbia, të ne thumi nëse s'dit gënjen fol çatnin, e kom dëgjuar. Tash nuk muj me thonë se e di me 100%, po e kom prej disa njerëzve të sigurt që e kam dëgju, emna s'po përmendit që Serbia ka marrë lek nga Arabia për muslimanët e Serbisë, edhe kështu Kosovën e ka shtisi Serbi për muslimanët e Serbisë, tikun 5 miliard. 5 miliard. Del tashti. Që Serbia ka qëllim, kishte qëllim të na zhduk fare. Racën tonë, histori. Na ndihmoi Amerika, na sot këtu. Që kishte që nuk ka dilemë, që ka këtë qëllim ende. Po Qëllimi shita dhe lufta e dytë, ministra e pushtet lokal atje, e partisë së Miloševićit dikur shumë ende të këta. Shumë e rrezikshme ende gjutës. Këta do janë? Në shekullin 21 se çfarë thotë Po tisha unë, do të fshija nga faqja dhe gjithë shqiptarët. Do t'i asgjërsoja. Dhe që ka këtë qëllim të pa denacifikuar këtë Serbi është shihet. E njëjta. Shihet, po është një fjalë përfshir edhe qëllimin që për ta dekompozuar, për ta shembur orientimin pro-perëndimor të Kosovës, po atë qëllim ka. Fiks e thash edhe më herët që lufta e dytë që ka fillu tash, armiku i vjetër nuk bëhet me kiri. Unë jam parim me pas marrëdhënie të mira edhe me Turqinë, edhe me Greqinë, edhe me Serbinë. Natyrisht, më rëthon. Parim, po flasim. Po i kem fëqinjë shumë me një mentalitet mesjetar. Kemi problem. Ne duhet me qenë unik, ne duhet me qenë pro-evropian, pro-amerikan. Ne nuk guxojmë në asnjë mënyrë që të heqim dorë nga Amerika. I kënë dëgjuar shumë ligjërata që bëjnë, s'po them të gjithë këto xhallarët, nuk dua të them që gjithë, por në fjalimet e disa prej tyre përfasohet zjarri, impulsiviteti, edhe ndaj Gjergj Kastriotit Skënderbeu, ndaj nënës Terezë, ndaj figurave që sot janë pasaporte e identitetit shqiptar. Unë nuk po e duke e marrë nga Naim Tërnava. Në 2017 më zgabovsha, nga Zemestan tek vorri i pushtuesit ton Sultan Muratit parë, e ma një fjalim aty dhe thatë që ata të cilët mendojnë se janë të vdekur, gabojnë se ata janë të gjallë dhe këtu në mesin tonë. E vërteton fjalët e Çubrilovicit, të Akademisë të Serbisë, gjë se ne kemi qenë Osman, ne kemi bërë luftu me Serb, a disa vret kjo marë. Rankovici 1952 më zgabofsha e ndërton këtë kalan këtu, ne dim se Miloš Kopilici ka qenë i Drenicës dhe Prisa kanë qenë arbrorët,
ka qenë gjyshi i Gjergj Kastriotit, Pal Kastriotit, që është Ishin luftë të popullit të Ballkanit kundër perandorisë osmane. 1389, po lidhet tema me tim. Sidomos koha e Miloševićit provojnë ta përvetsojnë për vetes si betejë e tyre. Ata mundohen, po realiteti Miloš Kopiliqi me Pal Kastriotin edhe vllai i Miloš Kopiliqit, Hil Kopiliqi. Hil Kopiliqi është vrarë në kalen e Vushtrezburg që ka qenë. Po. Djalli i Hoxhës gjyshit tim, Hud Bojku, Po. ka qenë njëri shumë i zoti thoni i pashëm edhe trim 2 metra i madh. Ka pas tjerçit me 12 kajtama që vetëm pej i ka marru njëni tjerçit për ta. Por kur bje në burg mish me gjithë vllahun e tij Abazin, i vret edhe 3 serbat në burg. Po. Dhe Jam të ndjek me vëmendje se po shikoj me gjithë një video. Po vjet lutem. edhe ka pas tortura që njerëzore dhe nuk kemi as varë aty në derisa i kanë vra atë në burgun e Nishit. Hut Bojku e ka ditë këngën e Miloš Kopiliqit, ai e ka kënu, se i ka pas dajt ai në Kopiliq. Huti Hut Bojku, edhe e ka kënu këngën, kur e kanë dëgjue, thonë që është një këtu në burg, ai pa çifteli aty, po vetëm me zë ka kënu këngën e Hut Bojkut, këngën e Miloš Kopiliqit. Kanë ardhur Akademia e Serbisë, edhe e kanë marrë, e kanë shkru këngën që e ka kënue djalli i Hoxhës, gjyshit tim, Hud Bojku, edhe e kanë përkthy në gjuhën serbe e kënojnë sot serbt. Kjo është histori e vërtetë. Interesant. Po, të nështë se keni Po, ndëgjuar. jo. Po, Hud Bojku, me gjetë në shkrimi e gjojmë, e ka kënu këngën e dajës. E sot në merët, në thëtë, del një hoxha që më thëtë, mu thëtë, 1445 kanë qenë 1%, as 1% shqiptarë dhe të vjenë kjo Osmanlia i largone në asjele. Këta janë agent Serbisë që javë vërtetojnë punën e tyne falso që e kanë bo se armiku maj madhi i Serbëve, i Grekëve është e vërteta, po doli e vërteta ndritat ato humbin çdo gjë. Po. Kjo është. Kemi ne për shembull këtë mazlumin që është edhe prej ardhe atje dyshimt, që thët flamuri është leck, thët. Po nëse ne shkojmë te mësuesi Fazli Grajçevci, 1963 ka qenë një mësues i ri, i martu me nuse të re shtatzan, edhe kur e thirrën atëherë policia për mu lajmëru sa qenë për çështjet flamurit, është në Sankovë se ka varrin, shumë pak, i pës njerëzit nuk e njohin kush është mësuesi Fazli Grajçevci. Të një botore jashtëzakonshëm. Edhe Ides. po ati do t'ja bëjmë një përmendore mëre. Mësuesi Fazli Grajçevci e thrasin mu lajmërue në stacion policisë për çështjen e flamurit. Po dhe ka ditë, ka ndjeqë që diçka mund me shku edhe gabim. Duhet edhe një klerek tjetër që ka folë për Gjergj Kastriotin me qënësjena të kjo është Osman Musliu, sot deputet. Po, ai e I thot. zgjedhur i vendit të Kosovë. Do doja ta ndëgjojmë këtë deklaratë. Ai e thot. E thoi historia, Skënderbeu ka luftu qatë shumë për shqiptari, është ka qenë kohë, tjetër kohë, s'ka qenë kohë kumbit atëre. Edhe, pse ka qenë një pi serbëve, nuk u marrë martu me serbë të njerë. Edhe Skënderbeu, më thau ka bu luftë kombëtare që tos mos për ma përbyn. Skënderbeu ka luftu kundër Osmanëve. Por ju në shqiptarisë, se s'ka pas shqiptarë atëre, shqiptarë ka pas, po ju kumbi, nocioni kom s'ka egzistu. Nëse Skënderbeu ka luftu kundër muslimanëve, unë se pranoj si hera. Nëse hajmë ka vro mu. Që s'me pranu hera kombëtar teme. E thoi historia, Skënderbeu. Kjo është një deklaratë që qarkullon masovikisht në rrjetet sociale. I vetmi është Gjergj Kastrioti i madhi që i bashkon principatat shqiptare. Me pas deshta i lekun, pasurin E ke dëgjuar këtë deklaratë? Po si se kam dëgjuar. Si, Po këmërë më vje keq. çfarë i thu Osman Musliu? Ky është gabim shumë, ky duhet dalë publikisht, nëse ka pak ndjenja dhe gjak shqiptari, ky duhet dalë publikisht dhe të kërkoj falje për këtë fjalë. Ne nuk jemi një popull që perulemi, ose të na Nuk është herojim, nëse ai ka vrarë musliman. Po jo, mërë, ky duhet dalë kërkoj falje, nëse është shqiptar. Se ne kemi 1860, 70, 40.000, 20.000 Çerkesë që kanë ardhur.
nuk dua ta lëndoj askën, po kemi 40.000 Çerkez me hi në YouTube, më ta gjojën me plis, është nobiliq me plis në kokë, po Çerkez. Edhe ai nuk e don Gjergj Kastriotin. Ai nuk e don kulturën shqiptare. Ai do fen. A është të kërcënuar kulturën shqiptare sa Shumë. folmi për vitin 2026? Shumë. Kur ma në rrezik nuk ka qenë. Kur ma shumë nuk kemi pas xhami e kisha, e kur ma pak s'kemi pas besimtar. Kur ma shumë s'kemi pas shkolla, kur ma pak s'kemi pas njerëz ma të paditur, kanë qenë me shumë pak shkollë, po kanë qenë e kanë pas nivelin e identitetit shumë të lartë. Se ju jesë më barë që në dëgjuzë për mësusin Fazli Grajqevci. Po, të lutem thonë. E dinte se e thërën mu lajmëru në stacion policisë. E kishte nusën shtatëson. Edhe i thëtë nusës, nuse thëtë, më i bi thëtë. Më i fisnika, si i ka thonë. Atë më pashkaj thëtë. Nuk dia kthehem. E kanë dje diçka. Ka qenë mjaft i përsekutuar. Po, thëtë, po nëse lind ky fëmijë thët djalë, e unë nuk them, thët t'ja lësh vemrin flamur. Nëse lind vajzë thët marigona. Kur shkon policia, rrafin atë shumë në Livanosje, tu ja kthy shpirtin me ujë. Ashtë shumë e lodhin. Edhe i thojnë, ja hudhin flamurin në tokë, në dyshemethet. Po ta falëm thët jetën vetëm pështyje dhe shkelje me kom flamurin. Qa thët mësuesi Fazli? Thët ja, thët. Ky flamur, thët, është i krijuar prej gjaku. Thët, edhe gjaku im, thët, të shkon atë. Kjo është një tregim i vërtet Po. i një adetarit të jashtëzakonshëm që ka vdek nga torturat mizore. Ka në rujeta të pa në stacion të policisë edhe nuk e shkel flamurin me kom edhe nuk e pështyn. E sa të më quem, muën në shekullin 21, me ma pardhonos mu flamurin, mazlumi, po unë jam shumë i durushëm, po e takova nuk di qa bëj. Për Zotin, do Zote sa takoj kur, se nuk di qa bëj, dalë prej vetës. As të ka revoltu. Shumë. Për mu shaje Krishtin, shaje Biblian, shaje këndush, se është ajti tërkush që është nalt. Pa mos unë prek ato ku më dhem, mos unë prek në varë. I linë djallë, mësuesit Fazli, dhe janë gjetë emrin flamur. Edhe prej frike i ikë në Turqi, e shkreta. Ku shkojnë në Turqi, Udba e Jugoslavisë, shkojnë në Turqi e mysin flamurin. Kjo është edhe mëshme. Shumë pak shkrujmë e flasëm na. I për qarinin asë që e dinë se kush është mësuesi Fazli Grajqevci. Heroj që kanë qenë, për shembull, Shqiptarët në Turqi që migruan në kuadër të një pakti që kishte bërë në atë kohë Perandoria Osmane me Becinës. shqiptarët kam një paragjikim të madh për shqiptarët e Turqisë. Janë të asimiluar me gjuhën, me tash së fundja ka nisur të ngjallën lëvizje që kryengritin nxjerrin në sipërfaqe gjithë etnosin, traditën, rrënjët e tyre, por mja bon nëse krahasoj me Arbreshet, Azëm në Itali që për 5-6 vite mbajtën gjallë idenë e shqiptarizmit me kohën e rilindjes intelektualëve të jashtëzakonshëm që kishte. Inderum, Po e quni pushtuese, okupuese Perandoria Osmane. Patjetër. Ne jemi se shumë i kum dëgjuar të Ka të thonë tillë që thonë se ajo na ndihmoi ta ruajmë identitetin si shqiptar. një farë mënyrë ndoshta edhe po. Në periudhë caktuar është, por thash Zoti e ka ruajt popullin tonë. Ka pështu rasisht, se kem pas armiqt të përbetum. Sa i përket shqiptarëve Turqisë, ne kemi dikun afër 20 milion shqiptar atje, që vetëm 6 milion e dinë se janë Arnaut i quajnë,
e dini pranojnë ata janë Arnaut. S'kan shkolla shqipe. E vetëm S'dëgjojnë. vetëm dikun 1,5 milion që e din ende gjuhën shqipe. Edhe çka është e dhimbshme që në kohën e luftës 1998-99, s'di që kemi pas ushtar shqiptar turqistë, se kanë ikë edhe në vitet e në kohën e Rankovicit, në vitet 60, nuk është shumë herë. Po, deri tani ishte pak, deri vitit 2022 apo 23. Po. E domthon Marrëveshja që mundson dhe një korridor të shkuarja së shqiptarëve pa pengesa në shumë e Turqi. kanë harru, domthon, atë dhe dashurinë që kemi arbreshtët 600 vite ende e mbajnë gjallë. Çka tregon kjo për ju? Për mu tregon që feja ka pas ndikim këtu. Ju jeni me siguri moshatari imi, nuk e di, por 26 vite kam se po atëherë faleminderit, po unë jam 53 vjeç. Aty jem. E afër jemi, po e kemi ndëgju unë si fëmijë. Po. Paktën i kum dëgju pleq të thon kofsha turk. Po. I kum dëgju. Po. I kum dëgju që e ndëgjojnë kongën e Çane Kalas në Galipolit. Po si mërë si u vjetur, pse mund dëgju kjo kongë? Që në atë kohë Bugarë, Slavit, të prej të Grik, të 25.000 gjënë turq, i kënë shku atje me shku mish për qenë, me liftua për Osmanli. Në atë kohë bënte luftë Anglia për mi qitë kufit e Evropës, këta kundër Evropës. Ma vonë për qujna, po Evropë është rige vjetër. Po jo mërë, jo. Neve na coptun në 5 shtete. Komin shqiptar këtu Zoti e rujti. Zoti e rujti se Zoti na don, Zoti o me neve.